Në prag të nisjes së sezonit turistik, operatorët e fushës bëjnë thirrje që klima e zgjedhjeve vendore të mos ndikojë në sektorin e turizmit. Nisur nga konkurenca e fortë e vendeve të rajonit si dhe atmosferës frenuese që kanë shoqëruar gjithnjë vitet zgjedhore tek turizmi, bizneset në këtë sektor i druan një stepje të këtij aktiviteti. Ne duhet të dalim nga llapia e klimave elektorale, vetë sektori privat dhe në përgjithësi sektori publik duhet të jenë të përgjegjshme të mos ndikojnë në klimën e turizmit, po të jenë shumë të kujdesshëm në mënyrën e atakimit të tij. Do t'i bëja një thirrje që të gjithë të zgjedhësve të mos përdorin elektoratin e tyre në këtë moment pa përgjegjshmërisht, mbasi zonat turistike tashmë kanë filluar punën. Ekspertë të fushës si dhe përfaqësues të zonave turistike thonë se për të shmangur efektet negative, Shqipëria duhet të përforcojë konceptin e një turizmi gjithvjetor dhe jo vetëm sezonal. Pavarësisht se dhe zgjedhjet janë në periudhën e sezonit turistik, ne i kemi marrë masat shumë më shpejt se çdo vit tjetër, duke filluar që nga mirëmbajtja e gjithë territorit, pastrimi, vënia e plazheve në dispozicion, marrja e masave më konkrete në çështje të shërbimit dhe njëkohësisht edhe të ofrimit të disa zonave më të mira se që ishin në vitin e kaluar. Por turizmi nuk mund të zhvillohet edhe pa bashkëpunimin e sektorit financiar. Banka Italiane Veneto do të mbështesë investimet në turizëm. Oggi è una giornata particolarmente importante per Veneto Bank. Është një ditë e rëndësishme për Veneto Bank, e cila do të nisë një bashkëpunim strategjik të veçantë me sektorin e turizmit. Kjo do të realizohet nëpërmjet shoqatës shqiptare të turizmit. Ky është një bashkëpunim përtej sponsorizimit, duke vepruar me një dinamik të re që synon të bëjë bashkë të gjithë aktorët e sektorit të turizmit me një projekt zhvillimi. Shoqata e turizmit ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme lehtësira fiskale për të qenë më konkurrues me vendet e rajonit, por kjo kërkesë nuk ka gjetur miratim deri më tani.